Atëherë delegacioni rus në OKB gjatë këtyre 3 ditëve ka zhvilluar 47 takime, Po. aktivitete dhe negociata në formë ose format që ata i quajnë të rrezë rumbullakët. Dy prej më të rëndësishme mund ta quajmë ka qenë ai me sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe ministrin e punëve të jashtme të Indisë. Në lidhje me takimin me Marco Rubion, me sekretarin e shtetit amerikan, gjëja ose më saktë të themi bisedimet u zhvilluan në mënyrë konstruktive, Po. por patën atë që mund të quhet një lloj distancimi, të cilat media ruse sot e quajnë një largim shumë të madh prej frymës së Alaskës. Po. Fakti që incidentet që ndodhen në 3 vendet e NATO-s, kriza ekonomike e cila po thellohet si në Rusi, po edhe në SBA me sanksione, tarifat e luftën e hapur që tani SBA-ja i ka shpallur shumicës së vendeve anëtare të BRICS ose aleatëve të Rusisë që është India, e cila ishte një takim tjetër shumë i rëndësishëm në agjendën ruse, e cila sot po përballet me kërcënime për të vajtur deri në 100% tarif, njësoj si pak a shumë Kina, në lidhje me blerjen që ata i bëjnë vajt edhe produkteve të naftës ruse, duke se ka sjell edhe një largim shumë të madh nga konstruktiviteti i bisedimeve të Alaskës, ku duhet theksuar që edhe në Alaskë, pavarësisht paradave ushtarake që u zhvilluan, pavarësisht pompozitetit të bisedimeve, atmosfera ishte një lloj. Rusët kanë treguar që ata nuk do të rriqen më mbrapa, ata kanë treguar që i kanë të qarta se çfarë kërkon objektivat dhe kërkesat e tyre, dhe janë gati sigurisht të negociojnë për këtë fakt. Me sa kam parë personalisht në intervistat dhe deklaratat e dhëna ose mesazhet e publikuara në media ruse, rusët janë gati të negociojnë, por asnjëherë të triqen mbrapa. Pra mbi çështjen e territoreve në Ukrainë, mbi çështjen e sigurisë, ekspansionin e NATO-s drejt lindjes, siç është rasti jo vetëm i Ukrainës, por edhe i Gjeorgjisë, ose dislokimin e trupave evropiane që ka qenë së fundi ideja, të cilat Trumpi ka në një farë mënyrë edhe i ka promovuar, duke thënë që amerikanët nuk do të hyjnë në Ukrainë, por ai nuk do të ishte kundër hyrjes së trupave evropiane, ose ato që mund quajnë legjione evropiane për si paqëruajtës në Ukrainë, që Rusia e ka ndaluar kategorisht. Pra po ta analizojmë këto faktorë del që bisedimet pavarësisht se duken shumë të bukura në televizor, në të vërtetë nuk kanë pasur atë përfundim ose ato konkluzione të cilat shumë njerëz mendojnë që tani ata ulën së bashku, ka filluar dialogu sigurisht. Dhe është e rëndësishme dhe pozitive që dialogu ka filluar midis dy superfuqive më të mëdha atomike të botës. Fakti që rusët kanë propozuar dhe promovuar në shkrimin e një pakti të ri antiatomik, i cili do ta shtynte me mbi një vit kontrollin e armëve bërthamore midis Rusisë edhe Shteteve të Bashkuara. Pra gjitha këto duken si rrjedhoja ose le të themi faktor pozitiv të bisedimeve që janë zhvilluar së fundi midis delegacioneve amerikane. Por sigurisht nervat e luftës në front, kriza ekonomike, së fundi Rusia po kalon edhe në një krizë të lëndëve hidrokarbure në shumë rajone të thella të saj, flasim për në Siberi, flasim për në linjën e largme, ndërsa Amerika sigurisht me tarifat që ka vënë kundrejt Bashkimit Evropian, luftës ekonomike me Kinën, edhe me Indinë, pasi kjo zyrtarisht ose jo zyrtarisht luftë ekonomike, po e quhetur në një luftë tarifore, është impaktuar në një mënyrë të drejtpërdrejtë nga përqindjet e vëna. Dhe sigurisht aleanca e fortë ruso-indiano-kineze, në të cilën po hyn edhe Irani, të cilët sot përbëjnë 4 vendet më të mëdha nga sipërfaqja po dhe nga popullsia në botë, njëkohësisht me një GDP të përbashkët që e kalon atë të SBA-s, dhe thirrjet e fundit për një dollarizim të BRICS-it ose të aleancës së re të krijuar, duke se kanë krijuar edhe ato alarmin e tyre në Washington, dhe sigurisht përgjigjja do të ishte këtij lloji. Me thënë, nëse analizoj gjithë faktorët, është madje një përgjigje shumë e butë nga ana amerikanëve, pasi dihet që amerikanët gjithmonë përdorin diplomacin, po edhe një gjuhë tjetër që është gjuha e fortës, siç e kanë përdorur në lidhjen e mesme ose në Amerikën Latine shpesh. Bukur, ti the 47 takime.
ka bërë delegacioni rus gjatë asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Një tjetër takim i rëndësishëm në fakt është edhe ai midis ministrit jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ministrit të jashtëm të Indisë Yash Shankar, i cili takim konfirmoi pra lidhjet midis dy kryeqyteteve Moskës dhe New Delhit, të paktën edhe në aspektin ekonomik, nëse flasim në aspektin e tregjeve. Pyetja ime është, apo bëhet India ura e madhe që po shpëton Kremlinin politikisht dhe ekonomikisht nga izolimi? Si e ka analizuar këtë takim, shkurtimisht? Aktualisht, India është nga faktorët, sigurisht, po ura kryesore që sot mund të quaj që po e mban Rusinë në këmbë është Republika Popullore e Kinës, e cila sot bën mbi 50% të gjithë tregut ekonomik të Rusisë. Në mos gabojmë, mbi 54-55% e gjithë import-eksporteve të Rusisë shkon edhe vijnë nga Republika Popullore e Kinës. Kinezët, industria kineze është sot dominante në Rusi, në tregun e automobilëve, në tregun industrial, në tregun e konsumatorëve, në tregun e blerësve, në tregun e turizmit dhe sërish turizmi drejt Kinës sot pas heqjes të vizave në 15 shtator, që Kina ka vendosur të heqë për 30 ditë vizat në Federatën Ruse, ka pasur një boom i cili supozohet që ta vëjë Kinën në listën e 3 vendet kryesore që sot rusët udhtojnë, përveç Turqisë edhe Indonezisë. Njëkohësisht është dhe një riorientim i ekonomisë ruse, e cila sot po shkëputet totalisht nga tregu evropian në çdo lloj aspekti, po edhe kondite, ku të vetme vendet që sot vazhdojnë të kryejnë marrëdhënie normale me Federatën Ruse është Slovakia, Hungaria dhe Serbia, brenda Bashkimit Evropian, të cilat nga refuzuar shumicën e sanksioneve dhe vazhdojnë të mbajnë lidhje normale me Federatën Ruse në kuadër të marrëdhënieve ekonomike, por përveç këtyre tregu rus është krejtësisht i orientuar drejt Azisë Qendrore, lindjes së largme, Azisë Juglindore, Afrikës, Amerikës Latine. Por mund të shikoj që faktori indian është duke u rritur sigurisht. Një marrëveshje së fundi me qeverinë e Indisë sugjerojnë që do të jenë mbi 100.000 specialistë indian që do të vinë për mbushjen e boshllukut që ka lënë drafti i ushtarëve, largimi i një pjesë të madhe të rinisë ruse e cila kundërshton luftën, ose thjesht ka frikë nga shërbimi ushtarak dhe nuk do të ndryhyjë në shërbimin ushtarak që për të shkuar në frontin e Ukrainës. Ka qenë diku te 1.5-2 milion rusë u larguan kur filloi konflikti në 2022, që nuk e di se sa janë kthyer, pasi statistikat nuk janë asnjëherë të aprovuara zyrtarisht prej Kremlinit ose prej grupeve statistikore të Rusisë dhe agjencive, por që në vetvete India sot përfaqëson atë që mund të quhet balancën që Rusia po mundohet të krijojë me tregjet aziatike. Pra kemi Kinën, Indin, Iranin, Pakistanin, Vietnamin, pra hapësirën post-sovjetike, ose ku zëri i Rusisë, ose le të themi hija e Rusisë akoma ndihet, ose ish Bashkimi Sovjetik akoma ndihet, pas ndihmës që Bashkimi Sovjetik ka dhënë shumicës prej këtyre vendeve gjatë procesit të kolonizimit, luftës kundër SBA-s ose imperializmit franko-britanik, që pojnë t'i mbajnë akoma si koloni. Kështu që imazhi i Rusisë është shumë pozitiv, gjë që shpjegon edhe marrëdhënien e ngushtë ekonomike që këto vende kanë me Rusinë. Në fakt ka një lidhje historike midis, kam fjalën këtu, gjatë luftës së ftohtë midis Indisë dhe Rusisë, Bashkimit Sovjetik, duke bërë paralelizmin dhe antagonizmin në lidhje midis Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka në tjetër, apo jo? Rusia ka pasur një pozitivitet që ka arritur të mbajë balancën, ashtu si midis dy Koreve, Koreas së Veriut dhe Koreas së Jugut, Rusia ka arritur të mbajë balancën midis Izraelit dhe Pakistanit, ka arritur të mbajë balancën midis Izraelit dhe Palestinës, dhe Indisë dhe Pakistanit, ka arritur të mbajë balancën në marrëdhënie, gjë që u pa edhe në paradën në sheshin e Kuq si vjet, kur zhvilloi 8 vjet vjetori fitores kundër nazifashizmit, ku
u pa pavarësisht konfliktit ushtarak që po zhvillohen atë kohë, u pa në delegacionet indiane e pakistaneze, u pa në delegacionet palestineze dhe izraelite, u pa në delegacionet nga Korea e Veriut, edhe sigurisht ambasador edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian, pavarësisht situatës shtetë të vështirë që po kalon sot Bashkimi Evropian me Rusinë, të gjithë ishin të pranishëm. Gjë që tregon që diplomacia ruse në këtë aspekt është treguar shumë finoke, le ta quajmë, dhe ka të bëjë një balancë e cila i lejon asaj të luajë me të dyja portat, kur mund ta quajmë. Pra, sigurisht marrëdhënia me Kinën është fort e rëndësishme sot për Rusinë, por sigurisht rusët e kuptojnë që një marrëdhënie shumë e ngushtë të krijon edhe varësi, dhe të kthen nga një partner të kthen në të varur. Sidomos kur ti nuk je në kushtet ose kondicionet të barabarta me partnerin tënd. Pasi sot në mënyrë ironike për Kinën, partneri më i madh i Kinës është SBA-ja, Bashkimi Evropian, Gjermania, kryesisht Britania, Franca. Sepse varet nga volumet tregtare. Tregu rus përbën diku te 7 ose 8% një gjë e këlloj, po nuk e kalon 10%, le ta quajmë. Ndërsa tregu evropian ai amerikan përbën mbi 50% të tregjeve kineze ose marrëdhënies ekonomike kineze. Që tregojnë që Rusia nga 54-55% që bën gjithë marrëdhënien e saj ekonomike me Kinën, sot është një kondit 1-40 në krahasim me kinezët. Për të qëndruar në vijimësi të kësaj që duket thënë, po për të zgjeruar pak tek çështja e fundit që dua të flasim së bashku, takimi i ministrave të jashtëm të vendeve të BRICS në zyrat e OKB-s duket si një karqillëk i hapur ky. Pra në zyrat, në selinë e Kombeve të Bashkuara ti të bësh takimin e një organizate që po themi synon të rivalizoj konceptin dhe botkuptimin e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë ajo ndodhi, ishte organizimi, kam përshtypjen i Indis, në mos qofsha unë gabim, dhe u fol në koordinim. Ata nuk kanë një organizim të një vendi të vetëm. Në BRICS ata përdorin gjuhën e koordinuar. Organizimi u bë besoj dikut në ditën e dytë ose ditën e tretë të agjendës politike të delegacionit rus. Ishte sigurisht një gjë që u vlerësua shumë prej mediave ose u debatua kryesisht prej mediave amerikane që në New York, në selinë e OKB-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në territor amerikan, zhvillohet një takim i ministrave të punëve të jashtme të një organizate që sot Amerika shikon jo de facto në mënyrë të hapur publikisht, por e quan një kërcënim për sigurinë amerikane për dollarin. Është njësoj sikur të bësh takimin e NATO-s në Pekin. Pati shumë debat. Ndoshta edhe për kësaj erdhi dhe reagim jashtëm i presidentit Trump, pasi ishte diçka që erdhi si surprizë, kryesisht nuk u prit që do bëj ky organizim. Dhe direkt pas kësaj filloi dhe retorika ashpër kundër Rusisë, dhënia e lejes për të goditur avionët ose dronët ruse do të kalojnë edhe sikur 1 centimetër kufirin e vendeve të NATO-s, presioni amerikan kundrejt gjithashtu Turqisë, e cila u këshillua të ndërpriste gjatë vizitës së zotit Erdogan në shtëpinë e bardhë të ndërpriste furnizimet me naftë, gaz edhe vaj rus. Ditën e djeshme kryeministri hungarez Viktor Orban ka marrë në mbrëmje vonë, diku afër mesnatës ku ka qenë duke darkuar me familjen, sipas mediave hungareze, ka marrë telefonat personale nga presidenti Trump, ku i është kërkuar të mbajë një qendrim. Do të vazhdoj furnizimin me gaz rus edhe me naftë ruse apo jo, e cila sot përbën mbi 80% të gjithë tregut të konsumit hungarez, apo do të fillojë shkputjen. Sipas deklaratave të kryeministrit Orban, ai ka vendosur popullin hungarez mbi gjithçka tjetër, ndërsa ana amerikane duket se sidomos pas takimit të BRICS-it, duket se e ka shpërsuar jashtëzakonisht gjuhën. Ndërsa në median ruse takimi i BRICS-it është vlerësuar pozitivisht, ka marrë shumë superlativa, sidomos fakti që siç e thatë ju u zhvillua në tokë amerikane në selinë e OKB-s që tregon tani de facto në mënyrë legale ne jemi pjesë e njohjes së OKB-s, sigurisht edhe marrja pjesë e delegacioneve nga vetë OKB-ja, siç ishte edhe general sekretari i OKB-s Antoni Guterres në takim, tregojnë që OKB-ja tani e njeh zyrtarisht rolin e BRICS-it, njeh një organizatë botërore edhe në
le të them database-in e internetit, faqeve zyrtare, ajo njihet tashmë zyrtarisht si një organizatë faktike, funksionale, e cila shpejt është duke formuar strukturat e saj, siç është ngritja e bankës së BRICS-it, e cila ka diku te 7-8 vjet që ka hedhë themelet, po tani po kalohet edhe më tej në hapjen e çështjes së kredive, në hapjen e një buxheti të përbashkët, për katastrofa natyrore, për shëndetin, për çështjet e ambientit, e gjatë, le të themi, tamam në kuadër siç është Bashkimi Evropian. Qartë. Funksioni i stateve të Bashkimit Evropian, ndërsa ajo që mund të quhet kampanja alarmi për amerikanët ka qenë gjatë forumit ekonomik të Peterburgut si vjet, ku u hodhën teori edhe foto zyrtare të një kartmonedhe të re të BRICS-it. Kjo duke se i ka vënë, le të themi, por ama edhe Kina ka paralajmëruar në samitin e Shangajit, se s'po më kujtohet emri saktë tani, krijimin e një banke. Korporimit të Shangajit, një gjë e tilloj. Po, ka emër shumë të gjatë. Po, krijimin e një banke zhvillimore që do të kreditoj, po them. Banka është formuar. Po. Banka e BRICS-it ekziston, por fjala është në shtimin e asaj çfarë banka do ofrojë. Siç e thash, në kuadër të shumit evropian, si bankë evropiane, bankë aziatike për punën e kredive, për të kredituar vendet e zhvillimit, granteve, sponsorizimeve, ata po kanë krijuar së fundi edhe Intervizionin, i cili është modeli sovjetik i Eurovizionit, i që u zhvillua në fillim të këtij muaji në Rusi, e cila kryesisht pjesëmarrës ishin nga vendet e BRICS-it ose zonës post-sovjetike që quhet Azisë Qendrore, Kaukazit, pra gjithçka tregonte një ndryshim radikal, jo vetëm në anën politike, por edhe në anën kulturore, ekonomike. Pikëqendrimit pasi këto vende sigurisht janë mbështetëse të një fryme fort konservatore në vlerat morale, tradicionale, familjare, në lidhje me role gjinore, në lidhje me funksionimin e shoqërisë. Pra ata i përkasin frymës së vjetër, ku mund të quhet.